Forumi Rinor Islam Dega në Kumanov për vite me radhë po realizon aktivitete të lloj-llojshme fetare, kulturore e edukative e arsimore. Për 2 dekada sa është prezent në rajonin ton me sukses, aktivistët e kësaj shoqate arritën të ofrojnë rinisë por edhe banorëve të rajonit të Kumanovës e Likovës freski shpirtërore e edukative. Mehmet Ali Limani, kryetar i Forumit Rinor Islam Dega në Kumanov, për programin tonë shpalosi aktivitetet e kaluara, por edhe të tashme dhe të ardhshme që u zhvilluan e do të zhvillohen. Edhe të falenderoj shumë për mundësinë edhe hapësirën që na jepni të shpalosim programin edhe ato që i përgatisim ne edhe i realizojmë para popullatës edhe para publikut. Ky vit ka qenë një vit me plot vështirësi, me plot sfida, por edhe me suksese, edhe me përkrahje, edhe me arritje tek target grupa jonë që është rinia. Si vjet, kishte ndryshime në Forumin Rinor Islam, u bë që në fund të vitit kaluar përgatitjet dhe në fillim të vitit vetëm filluam me kryesi të re, si në kryesin qendrore ashtu edhe në degët, gjithsesi edhe në degën e Kumanovës, ku edhe unë isha për si vjet për të parën herë si kryetari kësaj dege. Këtë vit kemi fillu me aktivitete ndryshme, gjithsesi i ra si aktiviteti i parë, aktiviteti me vajzat, aktivistët të Forumit Rinor Islam të qytetit Kumanovës, ku ata së bashku organizuan dhe festuan një aktivitet që tashmë bëhet me vite me radhë, jo vetëm në Kumanovë, por edhe në mbar botën, që është shanimi i ditës mbulesës. Ky aktivitet që bëhet me qëllim për të thyer ato stereotipet, për të thyer ato keq kuptimet, edhe ndoshta edhe për ta ndryshuar pikpamjen e bashkëqytetarëve tanë mbi mbulesën. Ne dimë se kemi nanat e tona, motrat e tona dhe shumë pjesë popullatës, gjithsesi femrat që janë me mbulesë, edhe duam ta shohim në prej prizmave ndryshme, edhe ta mirëkuptojmë secilin person që e bart atë dhe mesazhin që e bart ajo. Edhe ne këtu munduam ta shpalosim duke bërë një aktivitet simbolik në qendrën e qytetit ton, ku kishte lloj-llojshmëri, vajzat i provonin edhe aktivistët edhe jashtë që ishin vizitor provonin mbulesën, diskutonin mbi atë, mbi kuptimin e tyre, gjithashtu kishte edhe disa dizajn e përgatitje që nuk do të kisha një detaje, por që ishte një aktivitet i bukur, mendojon, për ta filluar mandatin tonë. Pastaj vazhduam me vazhdon e aktiviteteve të shumta gjatë Ramazanit. Kemi qenë thuajse çdo ditë aktiv, çdo ditë të Ramazanit e deri në fund, ku e kemi përmbyllur edhe me koncertin e Bajramit, që këtë vit ishte diçka interesante sepse na kapi shiu, ishte një sfidë faktikisht, siç e thënë në fillim, kjo ishte një ndër to. Por ishte e bukur se aktivistët nuk u dorëzuan, por edhe qytetarët nuk u dorëzuan, edhe e mbajtëm, ashtu siç e kemi mbajtur shumë vite me radhë dhe shënuam atë festë gëzimit të festës së Fitr Bajramit. Gjatë Ramazanit çdo ditë e kemi pasur shportën e Ramazanit. Me shportën më vetë se jemi të njoftuar, edhe qytetarët janë të njoftuar, edhe din se mundohemi që të kontribuojmë ne si Forum Rinor Islam me logjistikën, me aktivistët e tanë, ku pastaj ne bashkëpunojmë me shoqatën edukative Vllaznia, i mbushim shportat dhe i ndihmojmë familjet në nevojë, me nevojat elementare si detergjentet, të mirat ushqimore, që edhe ato që nuk kanë mundësi ta kenë një sofër të Ramazanit siç gjithë të tjerët që ja u ka mundësuar Zoti, edhe ata që kanë më pak mundësi, të mundohemi të solidarizohemi me ta dhe t'ja bëjmë këtë Ramazan më të lehtë. Kjo ishte qëllimi i shportës Ramazanit, edhe sa ishte Ramazani çdo ditë është realizuar edhe është bën shpërndarje disa herë me radhë. Aktivitetet e tjera ishin ligjërata, takime me aktivistë, takime të hapura, gjithashtu edhe gjatë Ramazanit kishte edhe organizime të brendshme
ku i bënim ato aktivitetet normale të tona, diskutime me hoxhallar, edhe lexime të ndryshme, si lexim Kurani edhe diskutime të temave të ndryshme. Po, me qartë. Aktivitetet kemi pasur bashkëpunim, përveç se me shoqatën edukative Vllaznia, kemi pasur bashkëpunim gjithashtu edhe me komunën e Likovës, që vlen të Cekët, që kemi pasur iftarin në komunën e Likovës me qytetarët edhe me aktivistët e tanë, edhe gjithashtu me punonjësit e familjet e dëshmorëve e gjithë ata që jemi mundu, po edhe komuna nga ana e tyre është mundu që të përfaqësoj sa më mirë pjesëmarrësit në komunën e Likovës, që ta çojmë një mesazh uniteti edhe bashkësie në festën e Ramazanit, ta ham një iftar bashkë. Pas Ramazanit me çfarë vazhduam? Me çfarë aktivitete? Tërë pas Ramazanit vazhduam me aktivitetet dhe takimet tona të javore ose mujore. Më signifikante ishte gjatë verës, shkolla verore, e cila gjithashtu u realizua me sukses, ku kishin mundësi pjesëmarrës edhe si nga aktivistët tanë, po edhe nga jashtë, nga shkollat e mesme, shkollat fillore të marrin pjesë, gjithashtu edhe student që kishte interesim, edhe pse mund të vërejmë se në qytetin tonë gjatë verës ta shpeshojmë se rinia është e fokusuar edhe në punë, një shumicë e madhe, sidomos pjesa e meshkujve, ishin të zënë me punë dhe kjo me një farforme edhe është mirë, se janë të aktivizuar edhe agje dhe janë të dobishëm edhe në kontribuimin financiar në familjet e tyre, por u munduan të bëjmë edhe një grup të mirë edhe u realizu edhe marrëm pjesë. Shkolla verore ishte 3 ditë, edhe brenda këtyre 3 ditëve kishte ligjërata 2 deri në 3 ligjërata në ditë, ku ishin nxënësit këto me pauzat dhe aktivitetet e tyre të ndërmjetshme si punëtori që i kishin, parafërsisht për 5 dashor ishin në zyret e tona. Edhe çdo ditë kanë pasur ligjërues të caktuar, profesionistë në degat e tyre, psikolog, sociolog, edhe njerëz të thirrur mbi tema të caktuara, edhe nga qyteti, po edhe jashtë qytetit tonë, që kanë mësuar edhe kanë diskutuar mbi tema të ndryshme. Sigurisht këto si nuk kanë mësuar vetëm sa i takon çështjes fesë, por edhe profesionet tjerë. Patjetër. Ne kemi si primare, si të them, përveç edukimit fetar, atë edukimin jo formal, edhe ta bëjmë një tri ton, një tri të qytetit, edhe të shtetit, edhe të vendit ton, ta bëjmë të suksesshëm, së pari herë. Primare këtë e kemi. Edhe çdo herë e kemi fokusin kryesor ta bëjmë atë një djalë apo një vajzë të edukuar, të informuar dhe të vetëdijshëm për atë se çka po ndodh rreth tij. Dhe patjetër na e paqetërson kjo se nuk mundet ta fokusojmë vetëm në prizmen fetar, se kemi mungesa dhe kemi hapësirë për të mësuar secili nga ne, jo një i ri që është klasa 8, 9, viti i parë, i dytë, ku e diun e shkollës mesme apo student. Edhe fokusojmë në tema sociale, tema motivuese, tema me diskurs shoqëror që është një spektër mund të them mjaft i gjerë, ku mësojnë shumë të rritë, edhe janë datë kënaqur edhe me këtë aktivitet kanë mësuar shumë aty. Për momentin me çfarë aktiviteti jeni duke u marrë? Atëherë sa kanë përfundu aplikimet e bursave, tash presim përpunimin e dokumentave, rezultatet do i shpalosim në ditët apo javat në vazhdim, ta shohim se rrjedhin punët. Këtu kanë pasur mundësi të aplikojnë gjithashtu përveç në qytetin tonë edhe në gjitha qytetet, studentë edhe nxënës caktuar, ku e kemi një kohë të caktuar për nxënës dhe për student, ku mundohemi përveç asaj edukimit jo formal që i ofrojmë ne këto në forumin tonë, në zyret e tona, edhe ta përkrahim edukimin formal të tyre, të jenë sa më komod, sa më të përmbushur dhe mos të kenë pengesa në edukimin e tyre formal. Si studentët ashtu edhe nxënësit mundohemi të ndihmojmë në këtë aspekt, japim kontributin tonë sado që është. Shko përparësi këtu të ndarja e bursave? Atëherë janë kriteret e ndryshme, si çdo bursë, se janë të informuar edhe nxënësit edhe student, sigurisht se suksesi,
edhe gjendja sociale, edhe aktivizimin në aktivitete si të tonat edhe kontributin në aktivitete të ndryshme sociale në qytetin tonë edhe më gjerë. Edhe e marrim një mesatare prej të gjithë këtyre, sigurisht se duke i marrë parasysh se ka të trija nga këto cilësi që i posedojnë nxënësit apo studentët, edhe mundohemi të bëjmë rangimin sa më real edhe ideal që është i mundur, sigurisht se numri është më i madh i aplikantëve se sa i atyre që mundemi të mundsojmë. Si forum, domethënë Degën e Kumanovës ndërkohë sa bursa do të ndodhë? Sa kemi kapacitet të ndodhë? Vitet e kaluara kemi arrit mbi 30 e ca bursa të ndajmë. Tash mos të gaboj sakt me numra, edhe si vjet do të mundohemi ta mbajmë aty mbi 30. Por Forumi Rinor Islam operon në shumë qytete, siç e dim tashmë, dhe e shohim prej aplikimeve dhe donatorëve që edhe në vazhdim ka që lajmërojnë dhe paraqitjen, do ta bëjmë një numër që për neve këto mjete janë të ndara më vetë se për studentë, edhe donatorët i japin ato për këtë qëllim, edhe ne sa më shumë mundohemi që të ketë bursa, edhe në Kumanov do të mundohemi numri të jetë sa më i madh, të mundsojmë sa më shumë se ja. Sa më shumë donator ka, aq më tepër bursa. Patjetër. Cili do të ishte apeli drejt të donatorëve? Realisht donatorët ka pas shumë që kanë ardhur, ka pas prej qyteteve ndryshme, prej mërgjimtarëve, ka shumë që vinë, po ka prej tyre një numër caktuar që vinë edhe dëshirojnë të donojnë, të japin mjete për student, konkretisht edhe ata e dinë rëndësinë e studentëve edhe nxënësit edhe atij që është në rrugën e dijes. Edhe është një kënaqësi e veçantë dhe pak më ndryshme se asaj kur e jep për çështje të tjera, kur e jep për studentët dhe për nxënësit, ajo është një faktikisht mbjellja një fare që presim që të ketë frute në të ardhmen, edhe besoj që është e qartë dhe e lëvdueshme mjaft të kontribuojmë në edukimin e arsimimin e rinisë tonë. Momentalisht jemi duke realizuar edhe aktivitete Eureka, po. Çfarë mund të bëjmë këtu? Atëherë po bëjnë vite me radhë, si me aktivitete tjera dhe me mozaikun rinor, gjëgjësisht tash jemi duke u marrë me projektin e Eureka. Kjo është projekt që merret gjithashtu me edukimin jo formal të rinjëve tanë. Konkretisht projekti Eureka merret me target grupën e nxënësve të klaseve të nënta të shkollave fillore, ku ne jemi mundu të në bashkëpunim me shkollat fillore të krijojmë një numër solid dhe që është e mundshme të realizojmë to prej gjitha shkollave fillore të qytetit tonë. Edhe më vetë se kemi fillu, takimin e parë kemi mbajtur, vazhdojmë me takimet me radhë. Mozaiku rinor përfshin edhe 2 projekte tjera që vazhdojmë me Inceptin edhe me Talentiumin. Projekti Incept i kemi vitet prej 1 deri në 2 të shkollave të mesme dhe vitit 3 dhe 4 i shkollave të mesme vazhdojnë me Talentiumin. Secili projekt i ka ato veçantitë e veta, varësisht me moshën që u përket atyre dhe temat që mendojmë që mund të diskutojmë me ta. Për projektin e Eureka konkretisht mund t'i ceki disa tema tek të rinj, tek klasa e 9 që është, fillojmë me informimin edhe edukimin e tyre mbi shëndetin e tyre, trupin e tyre, ambientin përreth që na rrethon. Pastaj i kemi disa tema të saktuara ku praktikisht edhe konkretisht diskutojmë mbi reagimin në emergjenca, kështu e kemi quajtur, ku zakonisht e kemi bën bashkëpunim me Kryqin e Kuq, ku është demonstru se si mund të japim ndihmën e parë apo edhe ndihmën në raste të caktuara ndaj njerëzve që mund të ndodhë secilit person, si nxënës të rinj klasa 9, besoj që ta mësojnë këtë si aftësi pak më herët se sa kur e mësojnë vetë se gjatë marrjes së patentës shoferit. Është një përsëritje, një informacion i mirë, pak më i hershëm, edhe një përsëritje tutje, natyrisht se nuk është e dëmshme. Përveç kësaj, do të mundohemi të bashkëpunojmë edhe me zjarr fikse, ku e diçka që mund ta shohim se mund të ndihmojë në përgatitjen praktike të tyre gjatë reagimit në emergjenca. Pastaj tutje që është e kuptueshme, do të mbajmë disa
në fund diskutojmë zakonisht temat për arritjen e suksesit dhe motivimin e tyre edhe orientimin në profesion. Këtu besoj që është e nevojshme, ato janë klasë 9, duhet të zgjedhin një rrugë për shkollën e mesme, se si ta vazhdojnë e tuqe edhe për studime, zanate, secili si vendos, por në këtë pikë ku janë ato klasa e 9, në këtë moshë besoj që është mjaft e rëndësishme të kenë sa do këdo një orientim edhe dikush që i mëson edhe ja tregon benefitet edhe ato vështirësitë që mund t'i kenë në rrugë. Po e shumë se viti do të përmbyllet, me që jemi edhe në fund vitit, do të përmbyllet në lloj aktivitete. Unë nëse kam marrë diçka të pyes mund të shkruaj një mesazh drejt tek rinia në popullatën. Do të kisha cek plus këtyre aktiviteteve në nivel qendror, e kemi aktivitetin e hixhrit, ku shpallim studentët më të mirë, shkencëtarët më të mirë, njerëzit me ndikim edhe me kontribut në shoqërinë tonë. Apeli ose mesazhi që do ta përçoja tek rinia edhe populli jonë në këto kohë kur ndodhin shumë gjëra njëkohësisht, kur kemi rrjete të mëdha të informacioneve çdo ditë, të mundohemi të kthehemi në ato që me të vërtetë kemi nevojë, edhe me të vërtetë që na sjell ndonjë dobi, që është e dobishme për ne, për rini edhe për shoqërinë tonë. E këtë mundohemi ta bëjmë ne në mbështetjen e edukimit formal, jo formal, edhe mbështetjes financiare apo motivuese apo çfarë do qoftë që është ajo. Edhe ne si forum kërkojmë mbështetje, edhe mirë është edhe gëzohemi kur kemi tri, po edhe jashtë forumit do të kisha thënë si mesazh që do të mundohet secili që të kontribuojë, se në edukim, se në arsimim, se në ruajtjen e shëndetit të ambientit, apo çdo gjë që është primare, elementare edhe që e bart një vlerë në vete.